Përshëndetje, sot do të kalojmë disa lajme rreth botës së kriptovalutave dhe do të shohim se çka ka ndodhur në botën e kriptovalutave. Që këtu Bitcoini është në një çmim prej $103,000, do me thonë është duke mbajtur në një çmim stabil $100,000, edhe pse shumë njerëz trader me provoj më shumë kanë pretenduar se Bitcoini do të bjerë më poshtë, por Bitcoini momentalisht është stabil në një çmim prej $100,000. Mujna me po që Ethereumi, që më ka habitur kohën e fundit, ka një rritje goxha të madhe. Në 7 ditët e fundit, Ethereumi ka pasur rritje 46%. Po ashtu edhe altcoin'et e tjera kanë pasur rritje. XRP 21%, mujna me po Solana 25%, Dogecoin 43% dhe mujna me po kështu me radhë se shumica e altcoin'eve kanë pasur rritje. Ka pasur rritje edhe Bitcoin, edhe pse unë momentalisht nuk e preferoj këtë Bitcoin, s'po du me komentu më shumë, por edhe Bitcoini ka pasur rritje 121%. Jam duke habitur dhe kështu me radhë mëna me po që shumica altcoin'eve ka pasur një rritje të mirë. Po vazhdojmë të shohim në Bitcoin ETF, do me thonë fondet e mdoja që investojnë në Bitcoin, mëna me po këtu që gje kam pasur, do me thonë kjo javë që është, kam blerë, do me thonë Bitcoinin, dhe mundën e me po që gje fondi Fidelity ka pasur një shitje, me thonë, ai ka shitur për $91 milion Bitcoin. Të gjithë fondet tjera kam pushuar gje, me thonë nuk kam bërë blerën e Bitcoinit, po ashtu shkojmë të shohim në ETF nuk ka pasur lëvizje, mëne me po që edhe muaji April ka qenë një muaj i dështuar, nuk kam blerë ende Ethereum, fondet nuk janë duke investuar në Ethereum, që nuk është keq, por nuk është edhe pozitiv që Ethereumi të nisë të eksplodoj, duhet edhe ETF-ja të investojnë në Ethereum, të bëjnë blerjen masive si që janë duke bërë Bitcoin. Por do të shohim në muajt në vazhdim. Po shkojmë të shohim në Liquidity Map 24 orët e fundit, janë të likuiduar $366 milion. Do me thonë, të gjithë ato që janë duke pretenduar që kanë fuqi që të lexojnë tregun, që tregu do të shkojë nalt ose poshtë, këtu kanë përfunduar në likuiditet, do me thënë ka prekur stop loss, edhe janë likuiduar $366 milion. Për këtë arsye, jena në një periudhë, mendimi jam personal, ku nuk janë duke vletur shumë analiza teknike, se vjen Trumpi ose në person tjetër e qet një tweet dhe çdo analizë teknike që është e bërë nga personat vjen në ujë. Po vazhdojmë me lajmin e radhës. Coinbase është firma e parë që do të bëhet që do të bashkohet në SP500. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe, ku shumica e ka përkrahur si arritje shumë e madhe, dhe me njëherë normalisht që Coinbase, me thonë, ka reaguar me një shpërthim të madh të çmimit. Mëne me po këtu, kjo është, me thonë, çmimi në SP500 ka reaguar shumë shpejt dhe ka eksploduar çmimi. Mëne me po këtu që ka pasur me njëherë rritje për 24% Coinbase. Dhe Michael Saylor, i cili është investitor në Bitcoin dhe siç e dini ai posedon shumë Bitcoin, ai ka përkrahur Brian Armstrong, i cili është themeluesi i Coinbase-it, e ka përkrahur se kjo është një arritje shumë e madhe ku Coinbase të futet në SP500 në këtë rang. Dhe kjo është një pozitivitet shumë e madhe për Bitcoin. Lajmi i radhës është përsëris Coinbase, ku nuk ka të ndalme. Coinbase ka investuar miliona $, dhe është bërë partneritet me emituesin kanadez që të forcojë stablecoin e kanades, i cili është Stablecorp. Ato pretendojnë që këtë stablecoin të përdorin më shumë për pagesat e menjëhershme dhe pa kufi që të bëjnë të mundura 24/7. Do të thonë që në çdo moment ju të keni mundësi të bëni pagesa. Coinbase nuk ka të ndalme, investon në të gjithë anët. Lajmi i fundit, mune me po që Metaplanet, i cili posedon Bitcoin, edhe ajo është duke praktikuar strategjinë dollar cost average, ka investuar përsëri $126 milion në Bitcoin. Dhe ata momentalisht posedojnë $6,796. Nuk duhet të harojmë edhe më të fuqishmi në këtë garë për mua, i cili është Michael Saylor, i cili bën pa ndërprerje blerjen e Bitcoin. Ai përsëri ka blerë 13,390 Bitcoina me vlerë $1.34 bilion, i cili një Bitcoin ka kushtuar $99,856. Michael Saylor, do me thonë, kompania ati dhe fondi ati momentalisht posedon 568,840 Bitcoina. Duhet të dim që këto Bitcoinat nuk janë personalisht të Michael Saylor,
po janë të fondit dhe investitorëve që në kompaninë e tij, por ai nuk ka të ndalme dhe bën blerjen masive të Bitcoin. Edhe pse shumica pretendojnë se nëse Bitcoini do të bjen në $69,000, $287,000, në 69,287, Michael Saylor do të falimenton. Bisedim e kam dëgjuar 4 vjet, 5 vjetet e funit, nuk ka ndodhur që ai të falimentoj. A do të ndodh, nuk e dim, do të shohim, por me strategjinë dollar cost average në Bitcoin, deri sot nuk ka njeri që ka falimentuar, që është në humbje. Unë mendoj se ai është shumë mirë informuar dhe shumë mirë e di se çka është duke bërë. Lajmi i radhës dhe shumica që më kanë shkruar është se a do të ketë rritje XRP dhe ku pret që të shkoj XRP. Mundën e me po që whale-at ose balenat kanë grumbulluar muajt e fundit 782 milion XRP. Dhe ato janë duke bler masiv XRP. Mundën e me po këtu që kena një lëvizje masive të XRP-s ku janë veç duke bler. Domethënë balenat po investojnë masivisht në XRP. Kjo do të thotë kjo. Kjo do të thotë që ato po din që do të vinë një moment ku tregu do të eksplodoj dhe normalisht edhe çmimi i XRP do të eksplodoj. Shumica më kanë vetër a mund të shkojë $3. Kodër mendimi jam mund të shkojë, por nuk duhet të harroni që këto balena që janë në XRP dhe që kanë investuar 782 milion copa në XRP, i cili është një investim shumë i madh, nuk duhet të harrojmë se këtu nuk kanë ardhur që të shkoj XRP në $10, në $20, se ato kanë investuar $2.13 miliard. Dhe këto balenat, XRP nëse shkon në $4, 4.50, këto balena do të jenë $2 miliard në fitim. Edhe nëse shkon 50% i çmimit të XRP-s për momentit, këto balenat kanë shumë gjose që të bëjnë shitje dhe të ndalin nga tregu. Dhe kjo është arsye që shumica e investitorëve humbosin se mendojnë se do të bëhen milionera me një coin, me një investim. Nuk duhet të harroni që balenat kur vinë në treg dhe kur blejnë, ato nuk presin X10, X15, X20, ato vinë, investojnë $100 milion, X10, dolin nga tregu dhe miru pafshin. Ti prite X20, X30. Ai ka dal nga tregu. Mi radhë që më ka shokuar mu është se në Paris e kanë sulmuar vajzën e drejtorit i cili e ka exchange-in e vet. E kanë sulmuar, kanë dashur të bëjnë rrëmbim dhe 3 burrë të maskuara ku fatmirësisht njerëzit kalimtarët e rasit e kanë shpëtuar dhe ky rrëmbim ka dështuar në fakt. Mundën me pa këtu videon. Do thënë 3 persona të maskuar kanë dashur të rrëmbejnë vajzën e pronarit që ka një exchange. Dhe me të mundën e me pa këtë janë duke tërhequr zvarë që të fusin në kombi, në furgon. Fatmirësisht ka kaluar pa lëndime shumë të rënda trupore dhe këtë arsye nëse jeni investitor në kriptovaluta ose keni shumë para, nuk ka nevojë që të eksplozoni në rrjetet sociale, që të promovoni se jeni duke rrezikuar vetveten edhe familjen e juaj. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mos harroni në asnjë mënyrë që të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë dhe miru pafshim deri video në radhë.